Mjekësia bazohet në evidenca. Mjekësia nuk bazohet në eminenca. Pra nuk funksionon e thot i liri, se liri ti, jo. E thon dhënat. Dhe pyetja madhe është ku janë dhënat? Dhënat s'ka. Dhe të mos ketë frikë të ndroj. Ju duhet ndroj, duhet të eksplorosh, nuk qen kam këtu ku duhem, po shkoj diku tjetër. Atëherë e drejta e shëndetit nuk që ka e barabartë për gjithë. Dhe thot që ai që është në Tiranë ka më shumë drejta shëndetësore se dikush që është në Vlorë për shembull, sepse nuk kam natyrën e Haxhi Pishmanit. Okay. Pra Nuk bëni pishman, kur kam hy, kjo gjëja do bër, do të çuar në fund. Unë nuk besoj ke punët e lënë në përgjithë, do ai din ata ku do donin të ishin pas 50 vitesh. Kjo është pyetje klasike të bëhet intervistë pune. Dhe kam parë që shqiptarët në këtë pyetje çalojnë. Përshëndetje miq, mirë se vini në episodin e ri të podcastit Quantum Satis. Në fakt sot kemi të ftuar një mjek, profesor Timin, që ju e keni dashur, e keni kërkuar, profesor Ilir Mehmeti, shumë kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit Armin. Shumë kënaqësi për ftesën. Në fakt është domethënë një ndjesi tjetër ime kur kam të ftuar një profesor siç jeni ju, me cilin domethënë kemi ndarë diskutime, ide bashk. Do mësosh. Do ta kesh edhe herë tjera me moshën do mësosh, po patjetër fillimi gjithmonë ashtu është. Po. Në fakt profesor, po shikoja pak te bio e Instagramit tuaj, domethënë të gjitha si thua postet ose punët me të cilët ju merreni, si antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës, mjek, profesor gjithashtu zëvendës dekan i Fakultetit të Mjekësisë. Doja ta nisja me këtë pyetje, cilën nga këto punë bëni më me qejf? Dgjom, ju jeni trinj dhe normal për ju është e nisni nga puna që bëhet me qejf. Do dikush mund të thotë që kush ka punuar më shumë është që ai entuziazmi, po themi, ose kur zgjedh një dek specializimi që e zgjedh sepse kam qejf, zakonisht nuk zgjat shumë. Dhe pastaj ka të bëjë ajo që quhet kulturë dhe disiplinë pune, dhe jo çështja e qefit. Po të them unë tash që jam një njerëz që shkoj me qef në punë, dhe isha ka i 0 presje 5% që i popullatës që shumica dormuese, tash të themi drejtën, do të bënte diçka tjetër ndryshe nga ajo që e bën. Për shembull në punën tonë ka shumë më tepër interes të punosh, unë kam qef më tepër të punoj në kërkimin shkencor. Kjo mundësi është relativisht e kufizuar në Shqipëri. Kështu që të themi që kjo gjë që kemi qef nuk është, atëherë i bi që s'kemi që jo, nuk funksionon kështu. Mendoj që ose cilë është jo mund të gjesh le të themi motivime që i gjen rrugës, si për shembull satisfaksionin kur ke bërë diçka të mirë. Okay. Kur ke bërë diçka të mirë, pavarësisht nga lloji i punës që ti bën, do jep një diçka mbrapsht dhe të jep, si më thon, arsyetimi për të vazhduar dhe për ta bërë ato, sepse të jep këtë kënaqësinë. Këtë mund ta bësh si mjek, këtë mund ta bësh si pedagog, këtë mund ta bësh me një kërkim kur ajo ka një peshë dhe një ndikim, jo thjesht për tu publikuar diku. Kjo ka në politikë kur merr dhe dikush le të themi përmirëson diçka për dikë apo për një komunitet, këto janë satisfaksionet. Dhe njeriu tenton të kapi këto momente gjatë punës dhe të justifikojë 90% pjesës tjetër të punës që më thon drejtën ato satisfaksione nuk ja jap. E kuptoj. Dakor, kështu që le të shohim gjërat e mira. Kjo do ishte pavarësisht nga lloji i punës. Okay. Po pasioni profesor për ju tek mjekësia, do të thënë se ju jeni domethënë fëmijë i dy prindërve mjek, mjaft të nderuar, mjaft të vlerësuar, si ka lindur tek ju? Domethënë ishit në shtëpi që dëgjoni për mjekësinë apo u nxitët pak lëngata? Do thoya që fillimisht ishte dëgjimi, patjetër dëgjosh për mjekësinë në mënyrë të vazhdueshme e tjerë dhe gjithë shokët e tyre pothuajse gjithë mjek, se nuk është se dil shpoje kur dilje nga shtëpia, edhe ajo ka një lloj mjekësie, apo të shkojë edhe duhet pritshë në spital për arsye të ndryshme, si fëmijë që të marron të punë, njëra priti çik aty. Patjetër kjo ndikon. Nga krahu tjetër ka pas një ndikim edhe mësuesët. Në brezin tim kush ishte çik më mirë në mësime, i thoshin automatikisht ky është për mjek. Se ishte ky parimi që kush është mirë në mësime duhet të shkojë. Jo se ka ndryshuar për mjek. Pak a shumë. Po tash ka disa profesione, fëmijët din
Pra nxënësit që nga 9 vjeçarja e pastaj ata të nxënësit e gjimnazit tashmë ndin, kanë hapësira, kanë internet. Tani unë jam duke folur një maturë 97-s. Në gjithë këtë periudhë patjetër është ndikimi i të tjerëve. Më rëndë se sa gjërat që ti njeh, sepse nuk i njeh. Nga krau tjetër, këto shkencat fizik, biologji, kimi gjithmonë janë ndër lëndët kryesore që t'japin, ndërkohë që pastaj shkencat sociologjike, gjeografi, histori e ku diun quhen shkenca të dyta dhe edukat fizike, vizatim me radhë quhen shkenca të dyta. Pak nuk duhet të jetë kështu, sepse janë të gjitha lloj aftësish ndryshe që nxënësit nuk duhet t'i japësh një polaritet që këto janë lëndët e rëndësishme, këto janë më pak të rëndësishme dhe këto janë të pa rëndësishme. Jo. Jepi sepse ka nevojë dhe për artist, ka nevojë dhe për sportist, ka nevojë dhe për njohës, për eksplorues, nëse don ti, po ka nevojë patjetër edhe për mjek, për inxhinier, për matematikën, e çfarëdo. Dhe duhen të gjitha. Megjithatë ishte ky polarizimi, je mirë kimi, fizik, biologji, për matematik, mjekësi duhet të jesh patjetër. Dhe më ngjiti, në drejtën dhe më ngjiti. Ta thënë këto si rast sepse për shembull vllai im rritur po në familjen në të njëjta kushte dhe ai shumë mirë me mësime fiton dhe drejtën e mjekësisë dhe zbulon që nuk më ngjit, nuk më pëlqen. Dhe njeriu mendoj unë duhet ndjeki atë dëshirën e vet, jo ta bëj me zor diçka, se me zor nuk do shkojë mirë, dhe të mos ketë frikë të ndroj. Ju do të ndroj, do të eksplorosh, nuk që kam këtu ku duhem, po shkoj diku tjetër. Tim për shembull, unë bora endokrinologji përpara, mora specializim, doktoraturë me radhë me endokrinologji dhe kuptova që nuk është një shkencë që mund të jap maksimumin tim ose ajo të jetë në maksimumet e veta në zhvillim në Shqipëri. Atëherë ku çfarë shkoj mendoj? Mendoj një diçka që në fakt neve na mungon dhe qajm për këtë. Dhe në 14 lëviza drejt Hollandës për bëj epidemiologjin klinike. Pra, njeriu nuk duhet të ketë frikë të ndryshojë. Edhe mbasi ka kalu x vite apo ka investuar, nëse kupton që diku tjetër kontributi është më me vlerë dhe mirënjohja është më e madhe, sepse kjo Po normal, udhëtimi është qartë, un kontribut me 2 kaje, me 2 kaje, pra jep dhe merr. Ky është parimi i shoqërisë. Jep shoqërisë, shoqëria të tjerë mbrapsht, kjo të jep satisfaksion. Për ndryshe do isha një nga shumë mjek tjerë gri, jo i lumtur, që o bëj dhe mbes sklav i faktit, e bëra unë tani këtë zgjedhje dhe çfarë bëj, do vazhdoj. Jo, njeriu duhet kuptoj që ndoshta kjo rrugë që more kur isha më i ri nuk mund të jetë më është më përshtatshme jam, s'ka ndonjë problem të madh. Ndrodh dhe fund fare epidemiologjia është ajo që unë zhvilloj. Edhe pse matematika po themi ishte shkenca që nuk isha fort i lumtur, edhe pse kisha më jepej, po nuk më pëlqen, po aq shumë sa më pëlqejnë shkencat biologjike. Dhe shkova në mjeksi, një nga arsyet ishte të shpëtoja matematikës. Okej. Është vërtet, kjo është. Po si përfundim, përfundova prapë në një fushë ku matematika luan rol shumë të rëndësishëm. Kështu që disa gjëra ndoshta edhe janë shkuara. Po, e vërtet. Profesor, për të mbetur pak te kjo pjesa që u përmendët e një farë trajnimi apo specializimi nëse mund ta quajmë që ju keni bërë në Rotterdam. Si ishte kjo eksperiencë për ju? Eksperjenca patjetër, eksperiencat e shkëmbimeve universitare, se ai ishte një shkëmbim, Erasmus Western Balkans ishte një program i tillë që ne shkonim bënim cikle studimor, por nuk ishim vetëm ne. Pra ishte gjithë Ballkani Perëndimor që çonte dje me vajza. Patjetër është pozitiv, sidomos kur shef një diçka krejtësisht re, se epidemiologjia klinike nuk ekziston në Shqipëri. Kur shef një diçka krejt të re, patjetër ai muji i parë është muji i thyrjes, sepse duhet harrosh shumë gjëra që jam mësuar gabim. Duhet vëshish dhe pastaj fillon ndërton mbi këtë band kjo ndërtesë e ndërtuar keq. Për shembull, tash e ndërton siç duhet, por kishte një ndryshim të madh në rastin tim, sepse ndryshe nga pjesa tjetër e grupit, ata ishin shumë më të rinj. Okej. Dakor. Kështu që për mua ishte dizavantazh apo? Jo, nuk është dizavantazh, e shef ndryshe. Pra, një i ri e shef me pjesën le themi të bukur, shef dhe jetën sociale rreth rrotull saj, dakor, sepse një vend si Hollanda, shef atë harmoninë me radhë, ndërkohë që unë moshën kjo do të thonë 2014 unë i bi që isha 35 vjeç.
kisha një vajzë vogël në Shqipëri, bashkëshortja ime priste fëmijën e dytë, kështu që unë isha me parimin, tani ky është një investim jo vetëm im, por është i gjithë familjes time. Dhe do të thotë që duhet të jetë shumë efektiv. Dhe unë kam ardhur për këtë punë, duhet maksimalizoj këtë punë. Dhe kur ishte mundësia, fundjava gjithmonë fluturoj drejt Tiranës, pra nuk kishte një hapësirë tjetër. Hapësira ishte vetëm kjo, të marrësh maksimumin që mundesh për atje, që sjellësh këtu një aq sa mund sjellësh për ta zhvilluar në Shqipëri. Problemi ishte gjithmonë që a do ishte mundësi ta zhvilloje në Shqipëri. Pra ta aplikoja ato çka ishte mësuar dhe duhet ta them me shumë zor. Në rastin tim dakord i arrita, por ne kemi shkuar disa dhjetra vet, mos gabojmë deri në 70 vet kanë shkuar nga Shqipëria. Dhe fatkeqësisht për t'u kthyer shumë të përmuese, unë mos gaboj 1-2 jemi kthyer dhe jo më shumë se kaq. Pjesa tjetër mbeti ande. Dhe ky është një humbje e madhe për Shqipërinë. Pra të ikin kaq shumë vet, të formojnë dhe të mos kenë ku të kthehen. Pse? Sepse besoj e din që i vetmi shtet që s'ka shërbime epidemiologjie në spitalin terciar është Shqipëria. Pra nuk ekziston shërbimi, nuk është se nuk duan të marrin. Është nuk ka. Njësoj siç nuk ka shërbim geriatrie për shembull, kështu që edhe po të studiosh geriatri, prap je pa limituar. Nuk ke ku kthehesh, pra me radhë. Pra por mendoj që fillimisht duhen kriju njerëzit e më pas duhen kriju shërbimet, sepse shërbimet krijohen nga njerëzit. Kështu që besoj që është një rrugë e dur. Infakt tani domethënë nga fundi profesore përmendet, po pyetja që mund kisha menduar që ti bëje ishte si e shikoni zhvillimin e mjekësisë shqiptare gjatë këtyre viteve, kontributi që ju jepni çdo ditë si zëvendës dekan, si profesorë dhe çfarë mund të përmirësojmë. Jo shrekët Zhvillim mjekësia do ketë në mënyrë të pashmangshme do ketë. Jemi apo s'jemi ne, është apo s'është dikush tjetër, një farë zhvillimi do jetë. Pyetja e mëdha është sa shpejt shkon ti atë zhvillim. Sa e realizueshme është ajo që mund të bëhet dhe sa ajo arrin dhe shpërndahet në popullat dhe me çfarë kostosh. Këto janë pyetjet. Pra sa shpejt arrin. Përsa i përket zhvillimit, mos harrojmë që neve kemi mangësitë tona. Një nga mangësitë tona që kemi është që nuk është se jemi shteti më i pasur i botës. Shëndetësia kushton. Shëndetësia kushton, ajo nuk është falas dhe do të thotë që duhet investosh. Infermierët, mjekët, spitalet, ekzaminimet, mjekimet, gjitha kushtojnë. Që do të thotë investimi është i rëndësishëm. Dhe në këtë aspekt neve jemi shteti që investon më pak në Europë. 2.78% e GDP-s jepet shëndetësi në Shqipëri, ndërkohë që për shembull Serbia ka 8.8%. Mesatarë europianë është 12.5%. Ne jemi 2.78%. Pra, investimi është i vogël, do thotë me kaq pak sa mund bësh. Pastaj nuk po i hy pjesës sa nga ky fond nuk përdoret afare për shëndetësim, po i që kaq është. Pra, ti ke 3 lek, ai ka gati 9 lek. Ti mund bësh sa për 3 lek, nuk mund bësh dot sa për 9 lek. Problem tjetër është shpërndarja. Po ta shihni juve, shpërndarja e shërbimeve shtetësore dhe është Tirana. 75% e shëndetësisë është Tiranë. Ke një 10% ndoshta të shpërndar në qytete të mëdha si Durrësi, Shkodra, Vlora, Fieri, Korça, këto spitale. Dhe pastaj ke ndoshta 1 deri 3% të shërbimit të shpërndar në zonat e tjera. Pra komplet është bërë. Pra nuk e ke të shpërndar atje ku duhet. Si bëhet shpërndarja ku duhet? Bëhet duke pa ku janë njerëzit dhe ku janë problematikat e njerëzve. Dhe tani ti je mjek i ri, do lexosh shumë shpejt studimet se si është i shpërndar problematika dhe pse them shumë shpejt se thjesht studimet janë. Kështu që e studion për 0 sekonda, se studimi thjesht nuk e ka bërë kush këtë studim, që ku e kemi popullatën dhe sa e smur është ajo. Në bazë kësaj pastaj do duhet alokonim fondet dhe nevojat. Patjetër prioritetet i ngren Ministria e Shëndetësisë, siç mendon ajo, por prioritetet duhet janë sipas njerëzve. Dhe pa bërë studimin ku janë njerëzit, që do të thotë censusi, nëse dim sa të vjetër kemi, sa fëmijë kemi, sa nuk i dim çfarë kushte do dalë çfarë rezultat, çfarë smundje kanë, ne nuk bëjmë dot llogarit. Pra është njësoj sikur t'ju them juve
bëni një drek se do ftojmë disa njerëz. Pyetja e parë që ju do bëni është sa njerëz? A ka fëmijë? A ka njerëz që kanë alergji? Janë pyetje të thjeshta. A janë njerëz që han sasi të madhe apo jo? Dhe unë them nuk e di, thjesht do vinë njerëz. Patjetër do mundohesh të bësh më të mirë, e mundshme, por nëse ja arrin kosto efikasitet më të mirë, thjesht çështje fati. Nuk është çështje, ne nuk mund ta lëmë këtë çështje fati, ne për këtë ekziston si shkencë, që ti të kuptosh sa janë shtrimet, ti të kuptosh sa mund të jetë nevoja, sa mund të jetë nevoja për medikamente, sa mund të jetë këtë nevojë edhe ta studiosh tregun, se medikamentet dalin të reja gjithmonë, mund të ketë nevojë për tu fut, dhe ky është shembull, për shembull 4 vjet lista jone barnave të rimbursimit s'ka ndrru fare. Do të thonë si ka mundësi, barnat e reja nuk hyn dot, po çmimet që lëvizin, po doza, po ndonjë diçka del dhe nga tregu, çështje politike kanë vështirë. Pra, jo, kjo do të thotë që studimet nuk vendosen në praktikë dhe ne kemi një parim që mjekësia bazohet në evidenca. Mjekësia nuk bazohet në eminenca. Pra nuk funksionon e thot i liri, se i liri ti, jo. E thon dhënat. Dhe pyetja e madhe është ku janë dhënat? Dhënat s'ka. Atëherë na mbetet next best thing janë ekspertët, njerëzit e njohur mbi fakte, por nuk duhet të funksionojë. Pra, do të thotë që hapi më i madh që mund bënte një grup i ri edhe epidemiologësh, se nuk janë vetëm ata, pra një grup i ri i përbërë dhe nga epidemiolog, mund të jetë krijimi i këtyre dhënave. Pra krijimi i kuadrit ku jemi dhe ku duhet të arrijmë. Pra si neve sot mund të shpërndajmë, po marrën shembull, shërbim për insultin cerebral në të gjithë Shqipërinë. Sepse për shembull dhënia e trombolizës në insult ishemik është jetë shpëtuese. Por ama ka disa kushte dhe fatkeqësisht ka dhe një kohë. Pra duhet bërë brenda një kohe të shkurtër. Dhe nëse të ndodh diku, dhe kjo ndodh vetëm në Tiranë dhe këtu me shifra shumë të ulta, po. Atëherë e drejta e shëndetit nuk është e barabartë për gjithë. Do të thotë që ai që është në Tiranë ka më shumë drejta shëndetësore se dikush që është në Vlorë për shembull. Ai kuptoj. Se ky nuk arrin dot catchmentarja, pra zona që duhet kapësh do të jetë rreth 45 minuta. Tani mendoni ku e 45 minuta nga QSO-ja. Sa larg të arrish kjo rrezja. Ai do të arrish në qendër pastaj të. Pra një qytetar i Shkodrës, i Dibrës, i Korçës, i Vlorës nuk ka të njëjtat, nuk zon të njëjtat drejta shëndetësore si ne që jemi shumë afër QSO-s këtë natë. Nga krau tjetër, edhe unë kur tu thoj në verë dhe të bëj pushimet për shembull në jug, edhe unë i humb drejtat e mia shëndetësore sepse tashmë nuk më kap më. Pra, ne duhet ta shpërndajmë siç duhet në një mënyrë të qëndrueshme. Bazuar mbi kapacitetet financiare që ne kemi, pa dhënë premtime sikur jetojmë në New York apo në Paris apo në Berlin. Ne jetojmë në Tiranë, ne jetojmë në Shqipëri. Në këto kushte neve duhet krijojmë ato që ne quajmë nivelet minimale thelbësore të asistencës, që duhet jenë të garantuara kudo. Këtu neve duhet arrijmë ndërmos. Shumë e qartë, doktor. Në fakt ne në të podcastin tonë kemi kemi filluar një rubrikë të re, që quhet pyetje të ngrohta dhe nëpërmjet kësaj rubrike ne domethënë tentojmë që ta thymim pak të akullin e mjekësisë. Të ngrohta apo të nxehta? Kjo varet edhe nga biseda, si do marr biseda. Atëherë, përgjigjet profesor në këto pyetje do të jenë me 1 ose me 2-3 fjalë, domethënë shumë të shkurtra. E di që ndoshta ju si orator do keni pak të vështirë, por mundoni. Atëherë, pyetja e parë është gjëja më e çmuar që ju keni në jetë. Familja. Okej, është thjeshtë. Është jo libri më me ndikim në jetën tuaj. Inteligjenca emocionale. Okej, një vendim që e keni marrë, por që tani mendoni që nuk duhet ta merrnit. Një vendim që kam. Kjo është e vështirë ta them me fjalive. Di pse, sepse nuk kam natyrën e Haxhi Pishmanit. Okej. Pra nuk bëni pishman për asnjë gjë. Kjo gjëja do bër, do të çuar në fund. Unë nuk besoj ke punët e lënë me përgjigje, po edhe ajo endokrinologjia që u thash, i mora gjithë diplomat, i mbylla dhe pastaj e ndrova destinacion. Okej. Pra nuk është se ke zor që bëhen pishman për patjetër. Ka pas gjëra që mund të bëheshin më mirë, por nuk mendoj. Okej. Jo, unë nuk mendoj që njerëz duhet të jetojnë me kokën brapa. Okej. Vetëm për pak. Shodhi për parë. Nëse duhet qenë profesor se tani jeni fullur e pjesës politikës, nëse do kishit mundësi që të zgjidhit një post politik, çfarë do lloj që të ishte, cilin do zgjidhnit?
Unë mendoj që zgjedhja nuk duhet të jetë personale, zgjedhja duhet të jetë e njerëzve. Pra Ju ku të shohë njerëz, çfarë do donit? Ose ku mendoni që ju shohin njerëzit? eksakt. Pra kjo do ishte përfaqësimi, ti përfaqëson aty dhe nëse ato të shohin atë post për atë poste. Okej. Dakor? Kështu do me thënë një që nëse mund t'ju ketë thënë njerëzit që Po dëgjoj, profesor ju shohin patjetër unë s'mund të jem dot për shembull drejtori i burgjeve apo jo. normal Pra do jetë diçka brenda fushës qytetare ose brenda fushës profesionale, se këto janë logjikat, nuk mund të shkosh tash, nuk bën sens. Ka patjetër, se ne kemi ministra shnetësie që s'kan lidhje fare me shnetësinë, po ka patjetër, se politika i ka këto. Por unë mendoj që njerëzit duhet mendojnë pak më shumë, si hiqe pyetje nga unë, për këto. Duhet mendojnë pak më shumë për veten e tyre dhe familjet e tyre kur bëjnë zgjedhjet e tyre. Pra, duhet mendojnë njësoj sikur ble një makinë, kjo makina më shërben nevojave të mia, njësoj kur ble një mjet tjetër, njësoj kur ble një shërbim apo produkt, njësoj duhet mendojnë dhe kur votojnë. Ky ekip i shërben nevojave dhe vizionit tim për të ardhmen, aty pa tu do thoja unë. Pastaj nuk ka rëndësi emrat e përveçëm, ka rëndësi a ka të qartë një shqiptar ku do të jetë mbas 5 vitesh. Është pyetja klasike. Në rregull. Dhe ja kthej shqiptarëve. A e din ata ku do donin të ishin mbas 5 vitesh? Kjo është pyetje klasike të bëhet intervistë pune. Dhe kam parë që shqiptarët në këtë pyetje çalojnë. Nuk kanë një plan. Shumë prej tyre, nuk po them tjetër. Nuk kanë një plan. Ku e shohin veten pas 5 vitesh? Po ju profesor, ku e shihni veten pas 5 vitesh? Po unë fatmirësisht jam shumë mirë. Kështu siç jam. Kështu që 5 vite shpresoj që të vazhdoj të kem të njëjtën mundësi në të kontribut. Këtu e shoh vetëm pas 5 vitesh. Si një tiranës profesor i vjetër, që të dihet domethënë nga emri, po dhe si një antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës, qofse ju vjen një mik i huaj në Tiranë, në cilin vend do e çoni të parë, domethënë për ta vizituar. Për të vizituar. Pyetja shumë e bukur kjo. Në radh parë, kur ti ke një mik, do respektosh mikun. Këtë ne kemi në traditë, që do të thotë varet nga interesat që ka ai. Kjo është në radh parë. Qofse interesat ju për shembull ku do që unë personalisht për shkak të profesionit, jetës, mundësive, jetës time si emigrante me radh, kam pas mundësi të udhtoj vetë personalisht, dhe unë vetë nuk është se jam shumë i tërhequr nga tullat, llaçi e me radhë. Pra, si çfarë forme marrin ato, antikiteti më tërheq dhe natyra më tërheq. Pra, këto dy elemente do doja unë të shqipja. Pra, rënoja historitë vjetër, patjetër, pra ku ka traditë dhe natyrë. Këto do ishin dy gjërat e mia. Tani se po të niça me këtë me ku do i çoja në Tiranë, kjo do ishte shumë e vështirë. Po vendi i parë për shembull që u shkon në mendje. Larg. E di pse, sepse ne në fund fare jemi dhe familje, jetojmë në Tiranë dhe mendoje pak sa ka në një ditë pushimi, në një fundjavë pak më të gjatë, gjithë ne mendojmë ku të ikim jashtë Tiranë. Ky është. Ndoshta nuk e mendojmë për ndryshuar. Nuk e mendojmë shumë ku pra, sepse nuk e gjen dot veten. Nuk e di nëse bashkë kemi bërë këtë, unë bëj një lojë me studentët. Dhe i them fillimisht, vizatoj një qytet Vizatoj një qytet dhe fillojnë ato nga rrugët, nga ndërtesat e tjera. Një qytet, mendojnë vetë se do ta vizatonit. Dhe mbasi i them, hiqni qytetin, them, tani vizaton një vend ku do doni të jetonit. Dhe shumica dormuese fillon me një lumë, me një det, me një fut, me një mal, dhe në fund fare dhe një shtëpi, patjetër se do jo tresh. Ja, kjo është diferenca. Njeriu duhet di se çfarë do. Nëse është puna për turizëm, unë nuk jam një turist fanatik, por mirë kuptoj njerëz që i pëlqejnë muzet, po fatkeqësisht muze s'kemi. Muzeu Kombëtar u mbyll. Vende, ndërtesa tradicionale të vjetra, edhe kjo kanë mbetë sarajet, kanë mbetë foga jashtë, se brenda nuk hyn dot. Shumë pak gjëra mund të shohësh, ke 2-3 shtëpi të rikonstruktuara përveç konserveve të Maxhit, rruga Dibrës, po ti shohësh, edhe këto kanë një interes, po private, nuk janë pra bashkëpunimet ta ndoshta mund të vizitosh në Petred, por pastaj fillon kjo natyra, shkon në Përkodra, hyp në mal, hyp në Dajt,
e me radhë. Ka njerëz që kanë qef edhe kullat. Po mirë. Është vërtet subjektive pastaj. Jo, kjo është dëgjoj. Qefi është personal. Po, De gustibus et de coloribus non disputandum est, thot latinët. Pra, shihet dhe ngjyrat nuk diskutohen. Dikush që i pëlqen, patjetër që mund t'i shoh, por për këtë nuk është se ka nevojë për kallauz, se i shef kollaj, aty që ka nevojë me të ndihmu. Vështirë. Unë do thoya që ajo që është më e mirë është pikpritja. Ne dim t'i presim mirë njerëzit, ne rrim mirë me njerëzit. Për sa i përket, mendoj që siç e kemi zakon çdo lloj feste, çdo lloj preneshme të ngrënë, pra s'ka rëndësi çfarë feste është diçka dhe kuzhinën e kemi shumë mirë, po. Kështu që dhe kjo është një diçka shumë e mirë që me qef ja tregoj dhe i çoj, por kam frikë që ato landmarket, ato pikat e orientimit që duhet shohim këtë dhe këtë, nuk ja thonë. Ne fatkeqësisht në Tiranë na kanë humbur shumë. E kuptoj. Në rregull, nga Tirana kalojm pak profesor tek domethënë ky pozicioni juaj si print. Unë fakt ju kam parë domethënë në një moment rastësisht me vajzat që i merrni nga kopshti. Cila është këshilla më e shpesh që ju i jepni? Janë shumë kohë përpara. Po, është shumë kohë përpara, po. Jo, më këshill më e shpesht, nuk është se i bëjmë me shpeshtësi, po unë do thoja që krijoni veten tuaj. Pra krijoni mendi, eksploroni. Shumë krejt rastësisht ne zbulum që vajza vogël kishte një talent shumë të madh për kërcimin. Okay. Komplet rastësisht, sepse nuk ta jepte iden, nuk ta jepte natyrën. Dhe pastaj që vajza madhe kishte i jepet, ka një talent për sportet. Tash ti po t'na marrësh neve prindët, nuk është se shquajmë për koduja, e kupton, ndoshta si kemi eksploruar, ndoshta. Ndërkohë që me ato eksploruam dhe vëmë re që shkon, pastaj kanë ato dhe interesa tjera s'diskutohet, po këto ishin surprizuese dhe për ne. Por unë mendoj që duhet të eksplorosh dhe në fund fare ama duhet të shkosh ka ajo që është e qëndrueshme, pra e bëshme, dhe që u pëlqen. Nuk është me zor, se më ka pas pëlqyer mua, duhet të shkosh ta bësh ti. Kjo nuk funksionon, por duhet i fusim dhe një gjë në kokë, mendoj unë, fëmijëve, që nuk janë përjashtuese gjërat. Pra, o bën mjeksi, o bën sport. Okay. Për shembull. O bën art, o bën një shkencë tjetër. Jo, mund të bësh të dy. Qofse ke aftësi dhe këto nuk ndërhyjnë dhe t'ja heqin. Don patjetër këmbgulje, don patjetër vullnet, don sistematicitet, por unë mendoj që janë të arritshme. Pra nuk ka qenë si në kohën tonë, edhe jo mos dil të bësh sport sepse duhet të shohësh mësimet. Mësimet janë të rëndësishme, s'diskutohet, por sot nuk janë më të pamundura gjërat. Thoya që bëj eksperjenca, i them, bëj eksperjenca, të kesh një celular, të kesh një kukull më shumë kur ka qenë më po do ja harrosh. Bëj eksperjenca, rri me njerëz, mëso prej tyre dhe kjo ka qenë një nga arsyet pse jemi kthy, që fëmijët të rriten me familja të mëdha. Të rriten me gjyshër, të rriten me kushinj, të rriten me halla, me teze, me xhaja, me çka kanë. Patjetër në rastet tonë nuk kanë hallë, son kanë vetëm një vllah. Por pra të rritet në familje sa më të zgjeruar. Dhe ndoshta u zgjat ai çik, një nga pyetjet që më bëjnë për shembull kur shkojmë diku, na pyesin ku do shkojmë, po pyesin me kë do shkojmë. Kjo pyetje klasike e kalamajve. Po ta dëgjosh këtë mirë, kupton që rëndësia është socializimi. Asnjë rëndësi nuk ka ku jam. Pra ka rëndësi dytësore. Rëndësia e madhe është me kë do shkoj. Dhe mendoj që kjo është kryesorja. Dëgjosh mirë me vesh të hapur se çfarë po të kërkoj. Shumë e bukur kjo profesor. Në fakt gjithashtu dua t'ju pyes prapë te kjo rubrika pyetjeve të ngrohta, cili ka qenë idolli juaj ose ai person që ndoshta juve ju frymëzon më tepër. Një duhet se s'bën një. Po, nëse kemi 2-3 tani, një do ishte perfekt. Duhet përjashtojmë gruan. Pa. Tash dëgjoj. Ka shumë. Dhe ne patjetër ti do ta nisësh gjithmonë me prindët kur ke qenë fëmijë. Ka disa mësues të rëndësishëm në jetën time që më kanë dhënë mësime shumë të rëndësishme. Pilula, do të thëshëm, pilula viturie. Disa mentor, dhe unë mendoj që një gjë e rëndësishme është të kesh një mentor
i cili të drejto po për kohë gjatë, jo një mentor kështu për një javë, se e kemi degradu termin e mentorit, por për pjesën idhull, unë do të thoya njeriu nuk duhet ketë idhuj. Sepse askush ka në nuk është i pagabush. Askush ka në nuk është pa cene. Njeriu duhet di si të marrë mësim për mirë apo për keq nga tjetri. Dhe unë kam dy kategori. Njerëz nga cilët marr mësime çfarë mund bëhet, dhe çfarë mund bëhet mirë, dhe ka edhe disa njerëz tjerë që më japin mësime çfarë s'duhet bërë. Okay. Por edhe ka i vlerësoj, kam vlerësuar një jetën time se kam kuptuar kështu si këta mos u bëj. E kuptoj. Pra se ka zjerë mësime. Kështu si këta mos u flet tjerëve. Zjerë mësime edhe nga ata. Pra njeriu nuk duhet të jetë nihilist dhe të hedhë poshtë gjithçka, por edhe nga krahu tjetër nuk duhet pranoj gjithçka si art. Duhet krijoj atë mendimin e vet kritik dhe duhet kuptoj që kjo është si puna një fare që varet nga terreni, si mbin këty dhe si ngjitet këty. Kjo është shumë e rëndësishme. Nuk është se kam një diçka në kokë të caktuar, kam disa karaktere shumë pozitive që në pjesën e të Quantum Satis. Okay, ai sa duhet, si emisioni ju, si titulli podcastit, po pyetje më gazmore, profesor, që u ka bërë një pacient. Pacient? Pyetje. Ton drejt është pyetje pacienti, nuk bën pyetje gazmore. Jo, po drejt juve domethënë mund t'ju ketë bërë vështirë, mund të ketë vënë. Unë mendoj që është një pyetje që ndoshta ty të vjen tani aktualisht, vjen si pyetje, po sa i ri që qënke. Okay. Po, sa i ri që qënke. Gjithmonë domethënë ju kanë parë ka energjik, shumë rinor, kështu që. Jo, tash si nuk jem më i ri, po patjetër kam qenë moshën tënde përpara dhe dhe këtu kupton një diçka që njerëzit i besojnë një mjeku pak më të vjetër, sepse mendojnë ke eksperjenca. Ta nuk është se kanë problemin me moshën ata, e kanë çështjen ke eksperjenca. Dhe kur dikë kanë vlerësu për eksperiencën, pastaj po ka qiri. Tani unë do të thoya që ky në fakt është efekti i shkollës, se shkolla për këtë duhet, që ti këto njohuri dhe këto eksperjenca dhe këto praktika ti kesh bërë sa më shpejt jetë e mundur, në që të kesh një formim sa më të mirë kur del. Se patjetër, po ta bësh autodidakt, mund t'ja dalësh, po shumë më vonë. Normal. Pra një profesor jon i vjetër ka pas një shprehje dhe eksperjenca thonë është një kërë që t'jep jeta mbasi të kanë rënë flokët. Kështu që kjo duhet marrë dhe duhet kuptuar që ne duhet të japim studentëve këtë gjë përpara, jo kur ata të rritën dhe morën ata eksperiencë, duhet sa më parë. Megjithatë që të thësh mentalitetin tek njerëzit, kjo është çike vështirë. Është e vështirë, po pyetje gazmore mjekësia nuk ka, fatkeqësisht. Okay. Fatkeqësisht ke fusha jon nuk ka daj shumë. E kuptoj. Po nëse nuk do ishit për mjek, çfarë profesioni do kishit? E keni menduar ndonjëherë? Kam pas mundësinë patjetër, inxhinieri elektronike. Kam pas mundësinë sepse unë jam matur e 97-s dhe kam qenë në emigracion. Dhe neve aso kohë, unë kam shku pa mbush 18 vjeç, edhe punonim, dhe jetonim, dhe do merreshim dhe bëshim zotë vetës, s'kishim atëherë, je në 97-ën. Nuk ka atje WhatsApp-ra, gjëra tjera, email-e, ballone etj. Nuk kisha një mbështetje të madhe financiare, se ishte i popull i dërmuar komplet ekonomikisht. Dhe duhet punonim, dhe puna që arrita të gjej dhe ta gjej veten ishte pikërisht kjo inxhinierisë elektronike në këto sisteme elektronike që menaxhonin hyrjet në aktivitete mëdha, stadiume, panajire, e merrar. Dhe i gjeta veten shumë mirë aty dhe gjithë stafi ishte i ri, shumë e re, sepse është një furrë është që patjetër shumë shpejt, punë që ka nevojë për një zgjuarsi, një përshtatshmëri me radhë, dhe ishte një staf shumë i mirë dhe shkojnë shumë mirë. Kështu që inxhinieria elektronike ka qenë diçka një inxhinier pozitive, por aty unë mora një shembull nga këto shembujt negativ. Jo se ishte burr negativ, burr shumë i mirë ishte, po aso kohë ishte 40 vjeç, na duhej i vjetër. Se kur je 18 vjeç, 40 vjeç të duket i vjetër. Ashtu sot që jam unë afro 45, patjetër nisën prap ju, domethënë mua më duken i ri, kështu që jo kemë ndryshe. Zë tani kishim këtë inxhinierin e vjetër që neve na mësonte punët, i cili ishte afro 40 vjeç dhe për shkak të llojit të jetës, për shkak të izolimit social, por edhe ishte shumë i rënuar. E kuptoj. Psikologjikisht dhe sociologjikisht. Se thua, ky du të jam unë kur çoj 40 vjeç.
është jo, e kupton, dhe ne e dim tani, aso kohë nuk e mendoja shumë, po ne e dim tani që informatika elektronike me radhë ki jep maksimumin e vet herët gjatë jetës profesionale. Mjekësia fillon maksimumin e vet pak më vonë. Pra ka dash fati që unë kisha mundësi me qenë pak a shumë ke kreshta e valë, nuk e kam vut shumë këtë hypjen dhe zbritjen pa dashje, nuk është në i merit, ka qëllu, por inxhinieria elektronike do ishte përgjigja ndaj në rregull. Kaq ishte profesor kjo rubrik, ndërkohë që unë duhet kaq më unë nuk besoj që ishin aq të nxehta, po besoj që e thym pak atë akullin domethënë të fillimit. Ne në Tiranë s'kemi shumë akull. Po Jemi çik më të ngrohtë. e vërtet. Dua të kaloj profesor pak edhe të kapim këtë pjesën e periudhës pandemisë. Domethënë kjo ka qenë një periudhë ku ju fituat shumë besim, domethënë tek njerëzit edhe nga domethënë specialiteti juaj si epidemiolog klinik, duke qenë se përmendit shumë studime, raste e këtij andej madje. Mua më ka rastisur, domethënë kam nuk e kam ndarë me ju personalisht, por po e ndaj tani, mundesh që të shkoja te qendra shëndetësore e lagjes edhe rastësisht aty takoj një zonjë të moshuar, e po flisem me një zonjë tjetër dhe i thotë që më ka mjekuar, thotë ai, doktori thotë, kush i thotë kjo është, thotë një profesor Elia Ali Mehmeti, thotë, edhe unë dua t'ju pyes se sa ngarkuar ka qenë gjithë ajo periudhë si duke u marrë me pacientët, nga ana tjetër informimi nëpër media. Nuk ka qenë diçka, patjetër është një periudhë e vështirë, sepse është e vështirë dhe emocionalisht, por ne duhet ta konceptojmë këtë pak a shumë, po të bëj një krahasim, do ta bëjmë krahasim me ushtrinë. Pra ushtria formohet, trajnohet, dhe sot për shembull çfarë bën ushtria? Diçka, por patjetër ti ja ndjen asaj nevojën dhe e kupton erën e luftës. S'diskutohet. Atyre do ta kuptosh vlerën e ushtrisë. Nga krau tjetër, ushtria për këtë është trajnuar. Pra ne trajnohemi pikërisht për situata të tilla emergjente, pra nuk është një diçka që të vjen nga hiçi. Lodhesh, diskutohet, më pak gjumë, shumë drama e me radhë, por kjo është e natyrshme, kështu që nuk do shifsha diçka. Për këtë je përgatitur. E kuptoj. Për këtë je shkolluar. Pra në momentet që gjëra të tilla ndodhin në një shtet normal që duhet të funksiononte, ne krijojmë ato që quajmë war rooms, pra ku mblidhet ky lloj stafi shkencor dhe qëndron aty dhe punon afatgjatë. Dhe teorikisht, dhe kjo është keqardhja, teorikisht duhet kishim funksionuar institucionet parat dhe jo individët. Pra unë jam përshtet institucional, jo individual. Dhe në fushën tonë, profesor Johan Mackenbach, një nga mentorët e mi, ka pas një shprehje, po fillut me na pa neve në televizor, situata është e rëndë. Sepse ne nuk duhet të jemi aty. Ne duhet të jemi duke punu, duke përmirësuar sistemet, duke optimizuar situata, duke minimizuar problemet, dhe nuk do jetë nevojë të adresojmë publikun. Qofse vjen puna që ne po adresojmë publikun, do të thotë që ka dështu institucione. Se po e adreson individi. Pra nuk duhet ndodh kjo. Dhe ne duhet punojmë gjithë bashkë drejt kësaj, është përtej bërjes së emrave të përveçme. Kjo është arsyeja pse fushën tonë këto kanë kriju këtë termin e heronjve të heshtur. Pra nuk duhet të ngjosh emrin. Pra vetë fakti që na ngjove emrin për ne, për mua, quhet dështim. Diçka që nuk shkon to. Dështum si institucion dhe u detyruam ta bëjmë vetë, gjithsekush u mundu në mënyrën e vet me bë më të mirën. Po mendoj që kjo është arsyeja pse jemi mjek dhe kjo është arsyeja pse ne jemi trajnuar për atë. Pra nuk është ndërtuar ndonjë pallat, nuk bën ndonjë minier, nuk është tregues se punën to. Pra nuk duhet përbëj lajme. E kuptoj. Mjeku trajtoj pacientin, nuk është për rastin më interesant klinik profesor që jeni pasur gjatë asaj periudhe. Ose fulim më një emocionues ose që mund të ndani domethënë me ne që ka një interes. Po. Që ne nuk kishim, unë nuk e kuantifikoj, unë atë e shoh si një moment ku ti je një sfungjer që po përthith informacion. Pra nëse mban mend, një nga gjërat e para që u krijua një grup i madh social, rrjetet sociale me mjek dhe infermier, se brenda të keqes së emigrimit ton masiv, është fakti që shumë mjek dhe infermier tanë është e mira, që shumë mjek dhe infermier tanë punojnë në institute shumë të mira anë mbar botës. Dhe ky grup fillimisht kakofonik, së ka shumë zhurmë e tjera, pa momenti që fillon dhe i përzjedh dhe i shef
le të themi 30-40 zërat më të informume me radhë, ne fillu me kuptu se si vinte pandemia. Për shembull, kur ndodhi situata në Bergamo në fillim parë, pyetëm miqtë tonë që i kemi mirë në Bergamo, çfarë po ndodh? Si është situata? Çfarë ka të re? Ndërkohë ne s'kishim raste. Do të thotë që ne ishim përgatitur dhe atë film e kishim parë. Dhe këtu neve thjesht po shifshim përsëritjen e të njëjtës gjëje. Do të thotë që ne këtu ishim të përgatitur. Pra, kur e shihnim, po kjo mund të ketë qenë që po ja na e ka thënë filania që ndodhte kjo, na e ka thënë fisteku që në këtë situatë mund ndodhte një diçka ngjashme. Pra, ishim në konfirmim dhe në fund fare shkenca ka të bëjë me riprodhueshmërinë e të dhënave. Pra, rezultatet janë gjithmonë njësoj kur ti përdor të njëjtën metodë. E kuptoj. Pra nuk është se ka ndonjë, është njësoj sikur të dish faqen e fundit librit. Përpara se ta kesh lexuar, din faqen e fundit. Do e lexosh mos e ka interes kaq të madh. Përgjigjja është jo. Pra unë të bëri një nga ato pyetje dhe ishte libri, unë thash inteligjenca emocionale. Mendoj që mjekëve, gjithë shoqërisë, po mjekëve veçanti i duhet të punojmë inteligjencën tyre emocionale, që do të thotë si punojmë emocionet e veta dhe si të kuptojnë emocionet e një personi, këtë rast pacientit, çfarë ka, frikë, të tmerrshme, edhe kur si ishte i smur, panik, i tmerrshëm, pasiguri, mos orientim, çorientim, për çfarë ndodh nëse bëj etj me radhë. Dhe duhet i kuptosh se si të menaxhosh këto temë kryesoret. Se më pas temperaturës dim çfarë ti bëjmë neve. Po çfarë ti bësh një personit panikosur? Ka trajnim një mjek, çfarë mund bëjmë me një person panikosur? Ka trajnim një mjek se si mund t'i thotë dëgjoj, ky informacion ka këtë vlerë, por kjo pjesa tjetër nuk vlen. E ka këtë, unë mendoj që këtu neve duhet fokusohemi dhe jo të kërkojmë, se e bën disa kolegë tanë fatkeqësisht, dhe kërkojnë vetëm evidencat që suportonin mendimet që ata kishin. Nuk do të kështu. Ne duhet ta mbledhim evidencat dhe të themi, kjo shkon në këtë drejtim. Kështu që nga. E pas kam pasur gabim. Nuk ka ndonjë gjë të keqe të thosh në mjekësi dhe në shkencë. Që deri dje me mendonim që, po s'qen ka kështu. Pas kam ndruar, a ka ndrojmë. Sa ilaçe neve heqim nga qarkullimi. Që s'bëjnë më efekt. Ose që kanë efekt anësor dhe e heqim. Ose që mund të përdorim për diçka tjetër. Ram fatkeqësisht në grackën e politikës. Politika, po ka thënë një fjalë, e ka të tmerrshme të thotë që e kisha gabim. Nuk mund ta thotë dot politika. Këtë quhet faj i madh. Në mjekësi jo. Ne dini që ky medikament bën të mirë, efekti nuk është ai i dëshiruari, syrellojmë, ndërpresim, kalojmë ke ky mjetkimi tjetër. Shumë thjesht. Pra, interesante, jo shumë, po patjetër ishte shumë interesante të shihje hiperreagimin e popullatës dhe të qeverive se si reagonin ndaj problemit. Pra, ishte reagimi, po dëmtonte shumë më shumë se sa smundja vetë. Njësoj sikur Covidi në fakt nuk është se vriste direkt vetë, por shkaktonte një hiperreagim imunitar të trupit që sulmonte vetë trupin dhe shkaktonte gjendjen e rëndë dhe vdekjen. Të njëjtën gjë po bënte në shkallë njerëzish, për në shkallë globale, fakti që një problem, patjetër problemi ishte pandemia, po hiperreagimi po ishte shumë i madh. Dhe efektet e hiperreagimit do të shojnë dhe shumë më gjatë. Ajo mungesë shkollimi që u bë gjatë atyre viteve, ato izolimi që u bën gjatë atyre viteve, ato në kthej depresioni që ka. Pra neve këto do t'i shohim shumë më gjatë gjatë jetës, kështu që kujdes hiperreagimit do inteligjencë emocionale. E kuptoj. Okej, meqense pra profesor, meqense jemi te kjo periudha, atëherë padim një hiperreagim dhe për sa i përket pjesës vaksinimit. Po. Sot mund ta themi se cila ka qenë vaksina më efektive nga të 3-4 domethënë sa për nuk mund ta themi dot sepse nuk është bërë kurrë ky studim. Pra, neve në parimi është gjithmonë i njëjtë, pra evidenca. Nuk është bërë kurrë një studim krahasues. Pra këtij grupit nuk po jap asgjë, këtij grupit po jap këtë, këtij grupit atë, me radhë hajde ti krahasojmë. Nuk e ka bërë kurrë askush. Kështu që ne nuk mund të japim dot një përgjigje kësaj, por ne mund të japim një përgjigje faktit që njerëzit nuk duhen trajtuar gjithë njësoj. Dhe këtë na e tregon shumë qartë dhënat. Pra ne pam që problematikën e kishin ke të smurët, njerëzit me smundje më parshme, moshat e vjetra. Ne pam që hera e parë e infeksionit ishte risku,
më i madh dhe pastaj zbulum që disa prej tyre janë dhe forma gjenetike. Njeriu nuk e din, kam këtë gjën, kam atë gjën, nuk ka nga ta di. Dhe pam që mbi 95% e rasteve kalojshin krejtësisht lehtë. Apo jo, se fillimisht u mohonte kjo, pra vetëm rastet e rënda ekzistonin. Dhe duhet ta kishim individualizu atë, le të themi, rekomandimin e vaksinimit simbas riskut që ishte nga smundja. Për shembull, njerëzit që e kishin kaluar, tashmë kanë imunitet natyror, e kanë pas krejtësisht pa nevojshme. Po kjo luftua me dhunë, nuk do e thënë kjo. Fëmijët e vegjël fatmirësisht nuk po zbunin shumë pjesën e Covid, se imagjinon ta vunin. Ndërkohë shtete shkuan me detyrim. Dhe pastaj ne patëm dhe nonsenset tona alla shqiptarça, që ndërkohë që kishin problemi qartësisht ke moshat e vjetra, kë detyruan edhe të bëjnë vaksinën juve. Studentët e universiteteve, dhe stafin, tash edhe mu, po moshat e reja. Pra problemin e ke këtu, ndërmerr këtu. Nuk do ishte një problem aq i madh nëse kjo nuk do nënkuptonte një problem shumë më të madh mbrapa, se këto probleme prandaj du me dalë, kjo është pyetje shumë e bukur. Ekziston një besim i dyfisht ndërmjet mjekut dhe pacientit. Mjeku duhet i besoj pacientit që pacienti bën ato që i thot, dhe pacienti duhet i besoj mjekut që mjeku di dhe e thot në të mirën e pacientit këtë që bën. E njëjta gjë ndodh ndërmjet publikut dhe shëndetit publik, institucioneve të shëndetit publik. Por është thjesht masë më të madhe dhe është nga më larg, nuk është ku ball për ball. Do të thotë që nëse ti i ke dhënë këshilla që këtij nuk i bëjnë sens, që fillon dhe nuk beson më. Dhe momenti që ka humbur besimin, kur ti t'i thosh diçka që bën sens, prap nuk beson, që nuk beson më. Ujku. Apo jo, ujku. Dhe si rrjedhoi ky detyrimi, që ka qenë shumë i gabuar detyrimi, bëri që njerëzit fillojnë mos i besojnë pastaj vaksinës pruthe. Dhe nuk të bëjnë vaksina tjera, për cilat ne dim shumë mirë efektin e tyre, por sepse ata shohin që ti e po i njëjti njeri që më thonë mu këto dhe këto nuk bënin sens, dhe ti e po këto që më thonë këto, tani nga ta di unë që këto bëjnë sens këto dyta. Unë gjithsesi nuk besoj. Ky besim nuk duhet të ishte humbur. Ky duhet ruajtur me një Megjithatë, profesor, me hermeticitet duhet ruajtur. Megjithatë, në atë periudhë kishte për shembull edhe nga ata që thonin nuk duhet vaksinoheni. Nuk është Edhe sikur në këshill po thojmë. Po, ose në këshill ose jo media, në rrjetet sociale, në fusnin pak panik njerëzit, apo jo mjek. Me thënë drejtën, shumica ishin jo mjek. Shumë e rëndësishme kjo. Në një emision herët gjatë pandemisë në Kosovë, në RTK, më kërkuan, më thanë, mos u ofendo, të lutem, për këtë temë neve duam të flasim vetëm mjek apo farmacistë. Një foto të diplomës. Po ke mundësi se nuk të njohëm, ti në Shqipëri, ne jemi në Kosovë. Mos u ofendo, thash patjetër, ja çova. Thash dhe keni bërë madje edhe shumë mirë. Pra, nuk po flasim për efektet sociale të tjera që ka drejt gjithkush flasë, po flasim për barna që nuk ka ku t'i njohë dikush që është jashtë fushës. Kjo nuk ndodh kurrë në Shqipëri. Dakor? Pra këtu ajo që duhet ta bënte këtë punë ama, pra autoriteti më i lartë i shtetit për kontrollin e medias, nuk e bëri kurrë. Dhe lejoi, pra edhe pse thonte kemi një infodemi e tjera, e lejonte pas një problem që ndodhte dhe nuk bëri asgjë për të. Kjo është edhe një nga arsyet për shembull të shohësh tani ke një lëvizje në shkallë ndërkombëtare për ato që quhen Komisioni Dezinformimi. Pas ndodhi këto, është bashkëkohore kjo, e kupton, ndodhi edhe aktualisht Parlamenti Shqiptar. Është shumë i rëndësishëm kjo. Dhe unë do thuaj që qëndrimi drejt do ishte nëse mjekët, jo të tjerë, mjekët informojnë me aq sa dinë. Ne dim këtë. Që evidencës. Dhe unë të rekomandoj fort, unë nuk të rekomandoj dhe aq fort, Janë këto. për ta bërë. Pastaj vendose vetë. Pra njëti parim, për shembull, na e dim që bën shumë keq duhane? Ta dim. Ja heqim me detyrim? I fusim burg, i lejm pa punë, i lejm pa shkollë, i lejm pa lëviz, i lejm pa udhëtu? Jo. Ja lëm atyre në dorë. Ne po të informojmë që kjo bën shumë keq, shkakton këto. Kam për detyrë me të informu, por pastaj është zgjedhje personale. Ku bazohet kjo çështje? Nëse vaksinimi do të kishte pas mundësinë e bllokimit të transmetueshmërisë, po aty po.
pra ku nuk po bëj më për mua, apo po bëj për ty, pra që unë mos të tagjis ty, atëherë drejta jote prevalon mbi time dhe kjo është thënë stërthon aso kohë. Fatkeqësisht për këto lloj virusesh nuk ka ndonjë vaksinë që ne njohim që e bën kjo, për shembull për gripin, për viruset të tilla, nuk e kemi arritur atë nivel shkencë. Megjithatë, herët gjatë istenjishit, nëse mbani mend, Izraeli eci shumë shpejt me vaksinimin dhe ne pam që transmetueshmëria nuk bllokoi, e thonin vetë ata dhe raportuan. Atëherë kjo hoqi gurin e themelit për të thënë që kjo është me detyrim. E kuptoj. Dhe nga ky moment duhet të ishte individuale, se kjo kishte të bënte vërtet ulte rrezikun për sëmundje të rëndë, personale. Atëherë vendimi duhet të jetë imi personal, sepse është trupi im, do marr rrezikun tim që dua. Detyrimi ishte i gabum. Gjithmonë edhe për të ruajtur të ardhmen. Po fatkeqësia kush është? Jo thash përpara, do ja them tani, ndoshta mund duhet ta them prapë. Futi hundët politika. Sepse politika mendon afat shkurtër vetëm për legjislacionin e vet, nuk mendon afat gjatë. Mendon 4 vite. Kurse një mjek mendon kur do dalë në pension 70 vjeç. Pra, unë do punoj me ty dhe ne do jemi gjatë dhe duhet që ky besim të jetë i ruajtur, se përndryshe çfarë vlerë ka? Pra, ta thashun 40-40, pastaj humba besimin tatë nga 45 vjeç çfarë bëj unë pastaj? Një politikan nuk mendon kështu. Thot mbas meje u bof kiameti. Pra, bolt kalojun këtë mandat, mundësisht të ardhë i mandat tjetër dhe lëç. Prandaj nuk duhet ta kishim lejuar ne. Këshilla duhet ishte e duhur, duhet të kishim kriju protokolle të veçanta për t'ia dhënë njerëzve dhe njerëzit duhet të kishin vendosur vetë. Dhe në mënyrë absolute dhe prandaj dështun ato kartonat jeshil që që shënoi se sa do kartonat jeshil, futja në shkollë, futja në punë, lëvizja e lirë e me radhë. Dhe çfarë ndodhi? Besoj mbani mend, ai ndodhi ai që quhej në mas ai vaksinimi fiktiv. Njerëzit nuk ishin vaksinuar, po shkruanin, por kishin dokument sikurikonin ta. Pra neve sa i mësuam rrugën e drejtit njerëzve. E kuptoj. Jo për këtë, po për të gjithë vaksinat e tjera. Prandaj këto gjëra duhen bën me një ndërgjegje dhe një përgjegjësi shumë më të gjatë se sa thjesht hajde kalojmë momentin. Duhet shohim në afat. Megjithatë, profesor, kësaj politikës ju pu dëveju, domethënë pas pandemisë. Çfarë ju shtyll domethënë që ti ja pikërisht kjo. Ose më tepër çfarë i ofroni ju politikës dhe çfarë prisni ju në kombim nga politika, meqense jemi pikërisht kjo. Do kisha shumë dëshirë që ta bënin ata dhe unë vazhdoj atë që më pëlqen të bëj. Ata shumë dëshirë, kështu po unë shoh 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë. Është njësoj sikur një usta ke shtëpia jote, do të mbul një gors, po arrin dot 1 herë, 2 herë, po të bën zhurmë, po të bën dëm, po atë thon lëre se po e bëj vetë. Dakor, unë nuk kam qef këtë. E kuptoj. Por unë mendoj që nëse fillon dhe të riqet mjeku nga politika, të riqet ekonomisti nga politika, të riqet juristi nga politika, të riqet largohen çdo tip se futesh ti se ti je mjek, se ti je pedagog, se futesh ti se je jurist, se je ekonomist, se je biznesmen. Kush do të bëj pastaj? Kush mbeti? Kjo është loja shumë e mençur e atyre. Ne kuptoj. Pra merrem me atë, ndërkohë vim neve që s'marrim vesh dhe të tregojmë t'japim hajde baba të tregojmë arat. E kuptoj. Dhe patëm njerëz komplet të pa lidhur me fushat tona që na dilnin dhe na tregonin historira të besueshme, por që në momente paniku mund shkaktoj një dëm shumë madh. Po ti thoni sot do qeshni. Por momente paniku patjetër mund të çojë në marrje vendimesh të gabuara. Po domethënë ka qenë aq panik sa që ka pas raste vetvrasjesh vetëm se ishin pozitiv. E kuptoj. Ndërkohë që ishin krejtësisht smur lehtë dhe kalonin shumë lehtë asnjë problem, kanë arritur deri në vetvrasje. E kuptoj. Dhe shumë herë gjatë pandemisë, kështu që shumë kujdes me mesazhet publike.